prania e mikroaktivitetit dhe tërmetet të herpashershëm është më frekuente, është më e lartë. E kuptoj, kështu që mbetet pastaj në aspektin që është një zonë e cila ka frekuenca të tilla, të herpashershme tektonike dhe lëvizje të tilla tektonike. Po, patjetër. Mund të theksojmë zonën e Borës, mund të theksojmë zonën e Rrujës, mund të theksojmë zonat tjera të cilat janë në krahun tjetër të thyrjes monoklinale të Prezës, që natyrisht kanë qenë të prekura edhe më parë, por edhe në rastin e 2019, që është tipik. E kuptoj. Ndërkohë nga ana tjetër, ju po thonit, profesor, që nga janari deri më tani ka patur lëkundje të herpashershme, flas në atë zonë. Po i referohem zonës së Kamzës edhe zonës Vërdall Kruj, këtyre pllakave tektonike që ju përmendët. Pra e shohim si ajo më të gjerë se sa aty ku aktualisht ka aktivitet, sepse natyrisht aktivizohet zona dhe pastaj përqendrohemi në një zonë ku reflektohet më shumë ose shprehet me magnituda më të larta, që është rasti në fjalë. E kuptoj. Ama ndërkohë nga ana tjetër, e prisni që do ishte ky kulmi, pra mund të themi që në këto 6 muaj ky ka qenë kulmi i kurbës së lëkundjeve? 4.4, kjo magnitudë? Natyrisht që tendenca ka qenë pra numri kumulativ i tërmeteve, ashtu siç e shohim ne nga të dhënat aktuale, ka qenë gjithmonë në rritje, po ashtu dhe magnituda ka ardhur duke pësuar rritje, pra gjitha këto paragoditje kanë pasur pasere lëvizje ose tendenca për të rritur në energjinë e çliruar. Ndërkohë që pothuajse thellësia ka qenë në terma duke u lëkundur nga 10 deri në 19 kilometra. Dhe thotë është një zonë tipike e cila funksionon pikërisht në këtë thellësi, në këtë kontakt tektonik. A kemi ne ndonjë frikë që mund të ketë për shembull ndonjë lëkundje ose ndonjë epicëndër e cila mund të jetë në zonën e Bregdetit dhe të rrezikojmë për shembull ashtu siç mund diskutohet edhe në Greqi për ndonjë tsunami gjithashtu? Nuk ka evidenca të tilla, ka pas tërmete në të kaluarën të cilat mund të kenë shkaktuar, kanë qenë tërmete detar, ose në zonën bregdetare dhe mund të kenë shkaktuar përmbytje të nivelit moderuar, por jo të tipit tsunami. Megjithatë, prania e mikroaktivitetit të theksuar në territorin e Shqipërisë këto kohët e fundit, po jo vetëm, edhe në rajon, një aktivitet më të shtuar sismik dhe historiku që na karakterizon në aspektin sismik, na bën besojmë që do ketë aktivitet sismik, do ketë dhe tërmete të cilët mund të tejkalojnë dhe këto magnituda, por që natyrisht ne nuk jemi në gjendje që të gjykojmë në një kohë ndodhje të përcaktuar, por dim që zonat aktive janë ato që ne kemi thënë gjithmonë, dhe zona në të cilën ka aktivitet aktualisht është një nga zonat më të spikatura, që është zona adriatike. Kjo është një zonë e cila shtrihet mbi kontaktin e pllakave tektonike ose në buzinë e kontaktit të pllakave tektonike dhe natyrisht që këtu aktiviteti sismik është shprehje qartë e lëvizjes së këtyre pllakave, të cilat godasin njëra tjetrën, siç e kemi thënë gjithmonë, por domethënë ne harrojmë sepse këto nuk është ndodhin